إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Falemderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, vetëm atë adhurojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet për shëndetjet i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e pasuan, e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Resulullahut deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, xhamatllin, të nderuar besimtar. Sot në këtë hutbe me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala do të folim për rolin e xhamis. Por në kuptim të shkurtër, në fjalim të shkurtër, do të folim për rolin e xhamis. Xhamia, çfarë roli e lun në jetën e besimtarit? Xhamia çfarë pozite e ka? Për ty çka është xhamia? Kjo është tema, inshallah taala. Dhe gjithashtu, cila është vlera e sadakas që jepet për xhami? Cila është ajo kontribut i muslimanëve, besimtarëve që e dhojnë për shtëpitë e Allahut subhanahu wa taala? Çfarë shpërblimi e ka? Dhe kështu të me radhë. Allahu subhanahu wa taala, të nderuar vëllezër xhamatllin, thot në suratul Qasas, ajeti 68, thot Allahu te bareke wa taala: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Allahu subhanahu wa taala krijon çka të doj dhe zgjedh çka të doj. Do të thot, krijimtaria i takon Allahut. Ai i cili ka kriju tokat, qiejt, natën, ditën dhe kështu të me radhë. Ai i cili na ka kriju neve, Allahu subhanahu wa taala, dhe ka kriju çdo send që ekziston në fytyrë tokës. Më thënë, krijimtaria i takon Allahut, xhelle shanu wa xhelle xhelalu. Dhe Allahu subhanahu wa taala, gjithashtu Allahut azza wa xhel i takojnë të përzgjedh. Allahu ja ka dhënë vlerën xhamis. Allahu ja ka dhënë vlerën çabës. Allahu ja ka dhënë vlerën e 2 muajve të shenjtë para Ramazanit. Allahu ja ka dhënë vlerën natës Kadrit. Allahu ja ka dhënë vlerën haxhit dhe kështu të me radhë. Allahu t'i takon krijimtaria dhe Allahu t'i takon me dhënë pozitën apo me përzgjedh sendet, edhe me vlerësu sendet. Dhe kështu të me radhë. Atëherë, të nderuar vëllezër xhamatllin, të nderuar besimtar, xhamit, Allahu subhanahu wa taala i ka bo vende ku adhurohet Allahu subhanahu wa taala. Në për xhamia çka bëhet? Adhurohet Allahu, njësohet Allahu xhelle xhelalu, bëhet tauhid Allahu subhanahu wa taala, falenderohet Allahu xhelle shanu wa xhelle xhelalu, i bëhet ruku dhe sejdë vetëm Allahut, krijuesit gjithësisë. Thot Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetër kuranor: "Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada." Vërtet xhamit janë të veçanta. Xhamit janë të veçanta për ta adhuruar Allahun azza wa xal. Fala tad'u ma'a Allahi ahada. Dhe mos i bën, mos e shoqëro dikon tjetër me Allahun dhe ti në xhami.
Pse je drejtu xhamis? Je drejtua që të shkon të adhuron vetëm Allahun, të kërkon vetëm prej tij. Thot Allahu subhanahu wa taala në një ajet tjetër kuranor: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj. Qul në arabisht është thuaj. Allah i thot Muhamedit alayhis salam: "Thuaj, vërtet namazi im, jeta ime, vdekja ime, kurbani jam janë të gjitha për Allahun subhanahu wa taala." Në më thënë, xhamijat janë vende ku njësohet Allahu, ku madhrohet Allahu, dhe xhamijat janë vende ku me Allahun azza wa jall nuk shoqërohet askujt tjetër. Askush tjetër me Allahun azza wa jall nuk shoqërohet, sepse të gjitha ibadetet i takojnë vetëm Allahut xhalla shanu wa jalla jalaluhu. Të nderuar vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ahabbul bilad ila Allahi masajiduha." Vendet më të dashura te Allahu azza wa jall janë xhamit. Xhamit i don Allahu subhanahu wa taala. Kështu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Ahabbul bilad ila Allahi masajiduha." Vendet më të mira që i don Allahu subhanahu wa taala janë xhamit. Janë shtëpia të Allahut xhalla shanu wa jalla jalalu. "Wa abghadul bilad ila Allahi aswaquha." Dhe vendet më të yryera për Allahun janë tregjet. Janë tregjet, janë pazarët. Nuk do thotë që biznisi është haram me punue, me shit, me ble, me shit, nuk do thotë që është haram. Por njëri kur shkon pazar, hutohet, habitet mas dynjas, ble kët, ble atë, edhe kështu që 1 saat, 2 saat, ndoshta mundesh me najt në pazar, e haron Allahun, nuk kujtohet Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa me hapin e parë apo me komën e djathtë kur ti në xhami e përmend Zotin. Bismillah. Ngritesh, ulesh, e përmend Allahun subhanahu wa taala. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi vijues të nderuar vëllezër, dëgjoni mirë këtë hadith pejgamberit alaihi salatu wasalam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "El masjidu bejtu kulli taqiyyin." El masjidu bejtu kulli taqiyyin. Xhamia, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, është shtëpi e çdo njeriu të devotshëm. Ku shkon xhami? Ai njeri që është i devotshëm, ai njeri që don, që ka drojën Allahut subhanahu wa taala. Hadithi Resulullahut sallallahu alaihi wasallam të nderuar vëllezër, xhamia, pe përsëris hadithin, mësoni këtë hadith të Resulullahut. Xhamia është shtëpi. Ti e ki shtëpinë, e ki banesën, ki pallate, ki pasuri, po që kjo është shtëpia jot. Ka thënë Resulullahu, shtëpia, ka thënë Resulullahu, xhamia është shtëpia e çdo njeriu të devotshëm. Çka do të thonë të devotshëm? Për ata të cilët ja kanë frikën Allahut subhanahu wa taala. Sikur keri që ndalet tek vendi ku mushet me naft apo me benzin, tank shtell. S'ka benzin, në kuqje, s'ki dizel, në kuqje, çka duhet me bo? Ose tu ka prish, keri duhet me quë, do më thonë tek mjeshtri, në verkshtat. E xhamia? Ta mush imanin, ta plotson besimin, në xhamit qetësohesh, gjen rahati. Nuk mundesh dikun tjetër me gjetë në rahati vetëm se në shtëpia të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kështu të me radhë. Vazhdon hadithi e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, se kush e bën xhamin shtëpi të vetin, e bën pjesë të jetës vet,
kush e bon xhamin shtëpi të jetës, xhamia duhet me qenë jeta jote, krejt jeta jote këtu është në xhami. Luma i cili e kupton, mira i cili nuk e kupton rëndësinë e xhamisë. Ka thënë Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam, kush e bon xhamin shtëpi të jetës, i ka 3 myqde, i ka 3 privilegje. A kuptojmë hadithin e Rasulullahut? Nëse ti e bon xhamin shtëpit tondin dhe e bon pjesë jetës tond, i ke 3 privilegje, 3 myqde nga i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam. E para është Allahu ta qetëson shpirtin. Ta qetëson shpirtin. Sot njerëzit kanë brenga, kanë mërzi, kanë shtrese. E besimtari i vërtet me namazin e tij, me xhamin e tij ku falet, qetësohet. Nëpërmes xhamisë, shkuarjes tonë në xhami, Allahu po ta qetëson shpirtin. E dyta, përveç faktikisht, përderisa po ta qetëson shpirtin, dhe Allahu po të bën të lumtur me qenë. Ai i cili konsumon drogën, ai i cili pin alkoholin dhe bën faqe si lloke, është nuk të keqe. Në ato vepra, në ato punë, ai kënaqet. Me bë mos me pas drogë me pi, tranohet. Me bë mos me pas alkohol me pi, ai tranohet, pse gjaku i tij është shtut, duhet mi marr këto sene, duhet mi konsumu këto sene. Në krahasim me besimtarin i cili vazhdimisht shkon në xhami, vazhdimisht e ka synimin tek shtëpia e Allahut, zemra e tij është e lidhur, për shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala. Shka thënë edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, 7 grupet njerëzve kanë me qenë nesër në ditën e Kiametit, 7 grupet njerëzve kanë me qenë në hijen e Allahut, atë ditë kur s'ka me pas hije përveç hijes Zotit, atë ditë kur s'ka me pas ndihmë përpos ndihmës së Allahut. E njëri prej tyre ka thënë është wa shabun, njeriu faktikisht rajulun wa qalbuhu muallaqun bil masajid. Njeriu që zemra e tij është e lidhur për shtëpitë e Allahut subhanahu wa taala. Ky njeri ka me qenë për aty në 7 shallterave, ka me qenë në mbrojtjen e Allahut, atë ditë kur s'ka me pas mbrojtje, siklet kemi qenë para Zotit. Pyetja është xheneti dhe xhehenemi, Allahu ka me intervenu, sepse zemra e tij ka qenë e lidhur për shtëpiat e Allahut subhanahu wa taala. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, kush e bën xhamin, domethën pjesë jetës vet, një si myqde nga i dërguari i Allahut, privilegj, çka përfiton, një Allahu të bën i lumtur, ta qetëson shpirtin, e dyta zbret rahmet mbi ty. Rahmeti Allahut ka plan. A di çka do të thon me zbrit rahmetin mbi ty? A di çka do të thon me hin rahmetin e Zotit? Rahmeti Allahut xhalla shanu xhalla xhelalu. Allahu të mbron nga e madhja dhe e vogla. Allahu të jep bereqet. Allahu të ruan sytë tuaja, Allahu të ruan veshët tuaja, Allahu të ruan dorën ton, Allahu të ruan komën ton prej harameve. Allahu të jep kënaqësi dhe lumturi dhe bereqet në mesin e familjes tënde. Allahu të bën me qenë i dashur mesin e njerëzve. Kjo është e dyta. E para, ta qetëson shpirtin edhe të jep lumturi. E dyta, zbret rahmet mbi ty. Kur të him xhami, çka thojmë? Bismillah, Allahumma salli ala Muhammed, dërgëm salavat Muhammedit alayhi salatu wasalam, Allahumma iftahli abwab rahmetik, o Allah, hapmi, çelmi dyert e rahmetit tan. Njeriu sa qëndron në xhami, sa qëndron në xhami, rahmeti Allahut mbi to. Dhe me laçet lutën për to, derisa del prej xhamis. Me laçet lutën për to derisa del prej xhamis. Dhe e treta, privilegji i tretë është, të nderuar vëllezër, privilegji i tretë është, Allahu subhanahu wa taala do t'ja mundsoj me kalua urën e siratit lehtë. Pastaj me fitua kënaqësinë e Zotit dhe pas kënaqësisë së Allahut, Allahu ka me ta çel derën për në xhenet. Këto janë 3 privilegje të nderuar vëllezër, 3 myqde për ata të cilët e kanë bërë xhamin pjesë jetës vet.
Ka thënë Resulullahu, pe përsëris hadithin, xhamia është shtëpi e çdo njeriu të devotshëm. Xhamia është shtëpi, faktikisht, xhamia është shtëpi çdo njeriu të devotshëm. Pastaj privilegjet nga Allahu subhanahu wa taala. Luma i cili kupton. Mira i cili nuk e kupton rëndësinë dhe vlerën e shtëpisë së Allahut xhalla shanu wa xhalla jalalu. Të nderuar vëllezër xhamatlin, të nderuar besimtar. Nuk ka dyshim se xhamia lun rol të madhe në jetën e besimtarëve. Xhamia nuk është xhamia veç për shkoj po fon edhe për shkoj në shtëpi. S'është që ka xhamia. Xhamia është fakultet. Xhamia është medrese. Të nderuar vëllezër, xhamia është vend ku takohen besimtarët. Xhamia është vend ku çdo problem zgjidhet dhe rregullohet. Xhamia është një vend ku nga ju buron dituria, mësohet Kurani dhe Suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Xhamia është shkollë që kanë nxjerr burra të mëdhenj dhe të devotshëm. Për xhamiave kanë dalë burra të mëdhenj, dietar, prej kohës sahabëve. Prej kohës kur pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka ndërtuar xhamin e vet. Pjesa e xhamie. Xhamia Rasulullah ka qenë parlament, ka qenë kongres. Pjati vendit kanë dalë sahabët, tabiinët, etbau tabiin, 4 medhhebet, 6 dietarët e shkencës së hadithit, Bukhari, Muslimi, Ibn Majah, ku kanë mësu? Kanë mësu në për xhamia, kanë mësu në shtëpinë e Allahut xhalleshanu wa xhalaluhu. Të nderuar vëllezër, xhamia është vend ku qetëson shpirtrat dhe meditohet Allahu subhanahu wa taala. Xhamia është një vend ku i thirr besimtarët 5 herë në ditë. Hayya 'ala s-salah. Xhamia i thirr besimtarët në xhami me shku mira ruku sejdë Allahut 5 herë në ditë, atëherë kur njerëzit janë të hutum, kur njerëzit vrapojnë pas kësaj dynjaje, vjen momenti, vjen dakiki, minuti, Allahu akbar, Allahu akbar. Hajde tash mu ju përgjigj Allahut. Le kret dynjan, kret du me lën dynjan. Ashhadu an la ilaha illallah, 2 herë, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, 2 herë, hayya 'ala s-salah, e janë namaz. 2 herë, hayya 'ala al-falah, e janë shpëtim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah është më i madh. 2 herë. La ilaha illallah nuk meriton me të drejtë të adhurohet vetëm se Allahu subhanahu wa taala. Thirezani çdo punë tjetër bjen. Thirezani çdo punë tjetër ti çfarë ke nuk vlen më. Du të me lënë dynjan. Me shku, mu ju përgjigj Allahut. Ky ezan në përxhamia ka qenë dhe ka me vazhdu dhe do të vazhdon kështu deri në ditën e kiametit, të nderuar vëllezër xhamatlin. Xhamiat janë vende ku nëpërmes derseve, ligjëratave dhe hutbeve udhëzon njerëzit drejt rrugës së Allahut subhanahu wa taala. Xhamia është vend ku nëpërmes hutbeve, ligjëratave të hoxhallarëve njerëzit udhëzohen, e kuptojnë halalin, e kuptojnë haramin edhe kështu të me radhë. Xhamiat janë vende ku edukohen fëmijët tanë dhe frymëzohen dhe pajisen dhe armatosen me dituri. Të nderuar vëllezër, po ju përkujtoj edhe një herë pejgamberi alayhi salatu wasalam, të nderuar vëllezër, çështjen e parë kur e ka bë pas emigrimit tina, pas hijretit prej Mekës në Medinë, gjëjen e parë që e ka marrë përsipër Resulullahu me bë në Medinë, ka ndërtuar xhamin. Xhamin. Edhe çdo vend ku ka shku Resulullahu, interesant është, çdo vend ku ka shku Resulullahu në gadishullin arabik, Mekën, Medinë, te poshtë e nalt, aty ku ka pushu Resulullahu, që aty ka bë xhamin. Çka na jep kjo me kuptu? Xhami, çka do të thonë? Bashkim. Mu bashku, e jo mu përça. Xhamiat janë vende për të bashkuar, jo për të përça. E për fat të keq sot muslimanët nuk janë bashk. Nuk janë një trupi. Xhamiat janë
vende ku musliman duhet me qenë një trup, me qenë një zemër, jo me qenë kundërshtar njëri tjetrit për fat keq. Lusim Allahun që Allahu me na udhëzoj ya Rabbel Alamin. Atëra, sikur që tham, gjën e parë që pejgamberi e ka bënë në Medinë, e ka ndërtuar xhamin. Prej xhamis, pastaj e ka ndërtuar shtetin. Atëra xhamit të ndëruar vëllezër janë qerdhe, janë djep ku nëpërmes xhamive buron dituria. Kret sendet, padrejtësit, fitnet çka bëhen, xhamia i rregullon. Premrena jashtë. Të nderuar vëllezër, as sa do të mundohemi na me fol për rolin dhe vlerën e xhamis, kur s'mundemi me ja qellu. As sa menojmë na që roli i xhamis është shumë e madhe, ajo është më e madhe se sa na mendojmë. E për dikon tjetër, xhamia di çka është. Dikush tjetër dëshiron që xhamia me qenë për muslimanët vetëm në 4 mure mu fal, me kry namazin me shku te shtëpia. Jo. Xhamia është më shumë se sa kjo. Xhamia, besimtarja duhet me mësu, duhet me analizu, duhet mu eduku, sepse është djep e edukimit, pastaj që ato shka mëson, me predikua edhe në familjen tonë, me predikua edhe tek njerëzit dhe kështu me radhë të ndëruar vëllezër. Thot Allahu subhanahu wa taala, thot Allahu xhallashanu wa jalla jalalu në suratul Nur, ajeti 64, ndëgjoni pra ajetin kuranor, thot Allahu subhanahu wa taala fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Thot Allahu subhanahu wa taala, në xhamit Allahu ka urdhëruar, në për xhamia Allahu ka urdhëruar të gjithëve na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala që kur shkoni në për xhamia me ngrit Allahun, me lartësu Allahun subhanahu wa taala dhe me bë dhikr Allahun xhel xhelaluhu në sabah dhe në mbrëmje. Nuk janë xhamijat vend për dedikodi, vend për thashë theme, për gibet. Xhamijat nuk janë për gibet. Xhamijat janë për me mësue. Nëse po ta mundson Zoti vetëm një herë në javë me dal në xhami, një hutbë me ndëgju prej hoxhës, çat hutbën mësoje, predikoje, praktikoje dhe kështu të me radhë. Praktikoje, predikoje. Nëse s'mundesh pi hutbës një imamit në xhumo me mësua krejt çka po fol çat hutbë, bile një ajet, një hadith mësoje, se kjo të vyn. Një vjet i kam mbi 46 hutbe janë. Ky popull për fat keq nuk është tu lexu sa duhet me lexu. Qysh kanë lexu ata të parët? E na kanë pruar dinin. Nuk mundesh ti me majt veten vetëm me një xhumo, veç me një hutbe. Allahu na mundsoft me kuptua vlerën e xhamis, me kuptua islamin, me kuptua drejtësinë ya Rabbel Alamin. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala përderisa tha xhamit janë vende që Allahu ka urdhëruar që ai mu madhëru, ai mu ngrit mbrëmje dhe në sabah, apo në sabah dhe mbrëmje. Rijalun, vazhdon ajeti kuranor, thot Allahu subhanahu wa taala ka burra. Xhamia man burra. Edhe duhet me pas burra në për xhamia, jo burreca. Burra. Rijalun la tulihihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Ka burra që nuk i mashtron dynjaja. Nuk i mashtron pasuria. Nuk i mashtron tyrgjarllëki, biznisi. Ata e falin namazin, e japin zekatin, e di tutën asaj ditës kur kanë me dalë para Allahut subhanahu wa taala. Prej xhamisë Resulullahut, prej fakultetit së xhamisë pejgamberit alayhi salatu wasallam kanë dalë burra, sikur që tham, Ebu Bekri radiallahu anhu, Omeri radiallahu anhu, Othmani radiallahu anhu, Aliu radiallahu anhu, pastaj sahabët, valla burra kanë qenë. Ku jemi në krahasim me ta? Sa pi kuptojmë na sa jemi tu e kuptu na rëndësinë e xhamisë? Sa pi kuptojmë na vlerën e xhamisë? Sa po kontribuojmë na për xhami? Sa po edojmë na xhamin? Sa po edukohemi na në xhami?
është turp, është mare, nëse antar i një xhamis ose xhamatli i një xhamis e ngon hutbën, ngon ligjërata për xhallarëve në ato xhamia edhe në fund rezultati është zero kur s'ke mësu. Xhamia është vend ku duhet edukon shpirtat edhe zemrat tona. Nëse xhamia nuk të edukon, nuk ta edukon shpirtin tonë dhe zemrën tonë, çka ka me eduku tjetër përveç shtëpisë Allahut subhanahu wa taala. Po për fat të keq, muslimanët janë shumë larg shtëpive të Allahut, janë shumë larg xhamive të Allahut subhanahu wa taala. Për fat të keq, shohim për njerëzve, për muslimanëve, drejtimi i tyre ndonjëherë është vetëm një bajram, edhe një kurban bajram i drejtohet xhamis për faljen e fitre bajramit edhe kurban bajramit. Për dikon ndoshta vetëm xhamia është vesh një xumë. Për dikon hiç, për dikon edhe 5 vakte. Duke pas parasysh se ky popull është punë klase, punojnë, po megjithatë njeriu ka kohë, njeriu ka mundësi. E merr bashortën tonë, e merr djalin tonë, e merr vajzën tonë, edhe jam mësyn shtëpisë e Allahut subhanahu wa taala, qoftë një namaz, qoftë një herë në javë apo 2 herë në javë, që t'ja mëson namazin, t'ja mëson abdesin fëmijët tonë dhe kështu me radhë. Gjithashtu, të nderuar vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dëgjoni këtë hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam, ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun fi baytin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده. Adi çfarë vlerë ka dikush kur shkon në xhami vazhdimisht. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur shkon në xhami, edhe nuk shkon në xhami vetëm se me mësu diçka. Ulen njerëzit e studiojnë Kur'anin, e mësojnë Kur'anin, mësojnë hadithet pejgamberit, mësojnë nga imami. Mbi ta diçka bëhet, zbret rahmeti i Zotit. Melaçet ato tubime i rrethakojnë. Edhe përveç saj, çata njerëzit që zemrat e tyre që janë të lidhur me shtëpitë e Allahut azza wa xal, çata njerëz përmenden nëpërmes melaçeve tek Allahu subhanahu wa taala. Unë ndoshta vetëm pak fola sa i përket rolit xhamis. Shumë pak kom fol. Xhamia ka pozitën shumë të madhe. Roli i xhamis është shumë e madhe. Në qoftë në kuptimin shoqëror, qoftë kuptimin moral, qoftë kuptimin domethënë të dijes dhe kështu me radhë. Lutim Allahun, Allah më na udhëzu, më na përmirësu dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhelle xhelalu të na i lidh zemrat tona me shtëpiat e Allahut xhelle shanu xhelle xhelalu. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Thuni astaghfirullah yaghfir lakum dhunubakum wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, thumma amma ba'd. Të nderuar vëllezër xhamatlin, të nderuar besimtar. Xhamiat nuk janë për tu lavdru. Me thonë që na çfarë xhamie kemi. Ose shkon dikun, thosh pa, çfarë xhami, çfarë mihrabi, çfarë minberi, çfarë minare. Xhamiat nuk janë për tu krenu, për tu lavdru. Besimtarët kanë përgjegjësi tek xhamiat. Lavdrimi dhe krenaria e xhamis për mu lavdru se kemi tepijat e mira, ose kemi minberin e mirë, ose e kena thy zidin, ose e kena qenë një dritare, kjo s'o kur gjë. Kjo s'o kur gjë. Po, xhamiat janë, duhet punë, duhet vepër, duhet përmirësim, duhet mu udhëzu. Xhami duhet me kuptu dinin, islamin, mi largu paragjykimet, me pas mendim të mirë, me ndimu të tjerëve, me ndimu njëri tjetrin, që kjo është çka duhet mu lavdrua. Me pas sinjalizimet mira në xhami, me pas aktivitete në xhami, që kjo është çka duhet mu lavdru. Kjo çka duhet me pas një xhami. Thot Allahu subhanahu wa taala, innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Vërtet xhamiat i mirëmbajnë, i këshyrin, i rregullojnë. Kush janë ata? Besimtarët, ju, të cilët e besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit,
edhe nuk i frikson askujt tjetër vetëm sa Allahut xhalla shanu xhalla xhelalu. Të nderuar vëllezër xhamatllin, kollaj është me fillu me një xhami, po sa do t'jarim fundin, sa do t'jarim qëllimin? E qëllimi i xhamisë është me nxjerr gjenerata të hajrit mirë në të ardhmen. E nuk është xhamia me pru hoxhallar, me bo aktivitete, me bo këtë, edhe kur gjomës me përfitu, ose me bo për sy e faqe. Për fat keq. Po kur ta bëjmë një punë, me bo për hir të Allahut subhanahu wa taala, për me pas bereqet në çat punë. Una vetëm 2 hadithe të Resulullahut sa i përket kontributit muslimanëve që japin në xhami. Çka është vlera sadakas, lëmoshës që ti e japish për xhami? Ju e dini, hadithet i keni ndëgjuar edhe pe hoxhallarëve, unë vetëm 2 i përmendi inshallah taala në mesin tuaj të nderuar vëllezër, se sa sevap është me qenë kontribues me një xhami, se sa sevap është me qenë antar me një xhami, qoftë edhe në xhamia tjera, se sa sevap është nëse edhe një blok e blen e çon xhami, se sa sevap është nëse edhe një çeshme e blen, thysh unë këtë çeshme e kom pru në xhami, e kom bo nijet për shpirt babës tem, për shpirt nonës tem, në xhami e kom pru këtë çeshme dikush merr abdes aty. Edhe është sadaka e rrjedhshme. Sa sevap është? Nëse është puna për me kontribu diçka tjetër, mubahate, sende të lejume, sende edhe qoftë edhe halal, apo në harame, oho njerëzit sa ju shkon dora. Ka 50, ka 100, ka 2000, ka 3000 japin, aty ku nuk duhet mi dhën. Apo ato ka mu pyet nëse ku e ka dhën, çe ka fitu, ku e ka harxhu. Me dhën në shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala. Qoftë edhe një blok bre, me ndihmu shtëpinë e Allahut, qoftë edhe sa foleja ndallëndyshës, që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Shena ajo qysh janë fund atje. Dallëndysha, keni pa dallëndyshja që fluturon? Ose zogu i vogël që e bon atë folen e vogël. Ka thonë pejgamberi alayhi wasallam, kush merr pjesë në ndërtimin e një xhamie, kush merr pjesë në ndërtimin e një xhamie apo në renovimin e një xhamie, edhe qoftë sa foleja dallëndyshës, do të kështu të njëjtën Allahu një shtëpi do t'ja marrojnë botën tjetër. Men bena bejten lillah, ben Allahu lehu bejten fil gjenne, kush e ndërton një shtëpi, një xhami në dynja, Allahu pe ja marroj ka një shtëpi nesër botën tjetër në xhennet. Ky është hadithi i parë. Hadithi i dytë të nderuar vëllezër, ka thënë pejgamberi alayhi wasallam, inna mimma yulhaqu al-mu'mina min amelihim wa hasanatihi ba'da mautihim, ka thënë Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam, ndër gjërat që sjellin dobi një besimtari pas vdekjes së tij, njëri po vdes, po shkputet për kësaj dynjaje. Cilat janë ato sadaka që janë të rrjedhshme, që të shkon ty domethënë sevapët, shkon ti në vorr, ki vdek, janë botën tjetër, po ty vin sevapët, vin shpërblimet, se ki nevojë për ato sevape, ki nevojë për ato shpërblime. Ka thënë Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam, e para është dituria. Ilman nashara. Diturin e ka përhap. Dikuna e ke mësu Koranin, dikuna e ke mësu një hadith, dikuna e ke mësu një abdes, dikuna e ke mësu namazin, e ke përhap dionin. Ja ke mësu njerëzve hajrin, ja ke mësu njerëzve që kjo është kibla, që kjo është rruga shejtanit, je bo sebeb për udhëzimin e dikuna tjetër, ti ki ndru jetë, ai po vazhdon me shkon numre, në qabe, po lexon Kur'an, për shkak se ti je sebeb, se vapa ty të vinë nesër në botën tjetër derisa është ai gjallë. Ose ki shkujt diku një libër, ose ki qel diku një bunar, e njerëzit e shfrytëzojnë, ose e ki botu diku një libër, një hoxh, një njeri, një shkencëtar kërkon që me botu librin e tina, një libër e ka, që njerëzit përfitojnë, merr pjesë në çat libër, në botimin e atij librit. Merr pjesë, do të bon 5.000 copë, 10.000 copë, 20.000 copë, ti bo shkak, japish të holla për mu botu qaj libri, apo Kur'an, për mu shtu do më thonë numri i kopimeve të Kur'anit, apo një libër islame, apo një libër shkencave të ndryshme, që njerëzit përfitojnë, ti me kontribu, nesër vdesish, se vapët shkojnë ty në ditën e kiametit. Pastaj ka thënë Rasulullahu, edhe kush merr pjesë në ndërtimin e një xhamie. Ndërtimin e xhamis. Xhamia as sa ka me qellu, faktikisht xhamia as sa ka me qëndru, deri në ditën e kiametit ti je në botën tjetër,
sevapa ty kanë me të ardhur. Xhamia e Prizrenit, njëra prej xhamive të Prizrenit, Kosovës, edhe shumë xhamia tjera që janë ndërtuar prej Osmanlive, prej kohës së Osmanlive, vetëm xhamia e Sinan Pashës apo Bayraklis, faktikisht Emin Pasha, Sinan Pasha, përshën emrat të cilat pashallarët i kanë ndërtuar 600, 700 vite, 800 vite përpara, sot asaj dite sa musliman kanë hyrë, kanë dalë për asaj xhamia e sa sevapët i kanë shkuar aty. Do shkak edhe sebeb aty ku është për me dhon jepe, se nëse kemi pa te Allahu subhanahu wa taala, veçanërisht nëse japish në xhami, që ato çka japish në xhami, që ajo ka me nejt, edhe kemi pa nesër pi aty në sevapëve të mëdha dhe pi kodrave të mëdha ato shpërblimet, domethënë nëse ti një tull e ke dhon për xhami, një çeshme e ke dhon për xhami, një katror, një sejdë e ke dhon, pa më parasysh çka është dash diçka për xhami dhe ti ke kontribu, që ato nëse kemi pa për sevapëve të mëdha, inshallah taala, ashtu siç na ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, kjo ishte tema apo hutbeja as sa pata mundësi, domethënë mos zgjeru sa i përket rolit xhamis edhe sa i përket vlerës sadakas me kontribuen në shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala. Lusim Allahun xhelle shanu xhelle xhelalu që xhamin ta boj të xhamiat ti boj domethënë të lidhura për zemrat tona ya rabbel alamin. Lusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na mundësoj vazhdimisht të na bëjë që kahjet tona, drejtimet tona të jenë domethënë ka xhamia shtëpia e Allahut subhanahu wa taala, sepse aty është rahmeti i Allahut azza wa xal. Lusim Allahun, Allahu të na përmirësoj, të na udhëzoj, të na vllaznoj. Lusim Allahun subhanahu wa taala për mesit ton, Allahu të largoj shejtanin, të largoj përçamit ya rabbel alamin. Lusim Allahun subhanahu wa taala, Allahu të ndihmoj besimtarët, të ndihmoj muslimanët anën ban ku kanë probleme dhe të lashe. Lusim Allahun subhanahu wa taala, Allahu të shëroj të smurit tan, të vdekurit tan, të mëshiroj ya rabbel alamin, ndërsa neve të na udhëzoj edhe të na përshëndroj. O Allah, udhëzona, përshëndrona dhe na mundëso që të futemi tërësisht në dinin ton ya rabbel alamin. Na mundëso me kuptoj islamin ashtu siç e kuptuan të parët tan islamin sahabët, tabiinët edhe të paut tabiin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana, rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salam.